Sot, le të marrim pak kohë për të studiuar së bashku fjalën e Perëndisë. Ka shumë kisha në botë, si rëra në breg të detit. Megjithatë, asnjë nga adhurimet dhe ceremonitë e tyre fetare nuk vjen nga Perëndia. Rregullat dhe rregulloret e këtyre ceremonive bëhen nga njerëzit. Siç e dini shumë mirë të gjithë ju, festimi i Krishtlindjeve dhe adhurimi i së dielës, që e ka origjinën nga adhurimi i Perëndisë së diellit në Rom, kanë depërtuar edhe në kishat e sotme. Megjithatë, këto praktika nuk mund të jenë kurrë mënyra për t'i lejuar njerëzimit që kreu mëkat në qiell dhe u dëbua në tokë të vijë në pendim. Të gjitha urdhërimet, rregulloret dhe dekretet e Zotit përmbajnë kuptimin e pendimit, ndërsa rregullat e njerëzve nuk janë hartuar në atë mënyrë. Meqense ato rregulla nuk janë hartuar për të na çuar në pendim, ato sigurisht që nuk janë hartuar për të na udhëhequr drejt mbretërisë së qiejve. Kjo është arsyeja pse Jezusi e theksoi këtë çështje duke thënë: Ju më adhuroni kot, mësimet tuaja janë vetëse rregulla të mësuara nga njerëzit, apo jo? Le të shkojmë te skena ku Jezusi konfirmoi se adhurimi me rregulla të shpikura nga njerëzit është i kot, duke ju referuar Mateut, kapitulli 7, vargu 21. Thuhet: Jo çdo njeri që më thot, Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Çfarë është ajo që Zoti ka krijuar sipas vullnetit të tij? Janë urdhërimet e Perëndisë. Po rregullat e njerëzve? A nuk janë ato rregullat që adhuruesit e Perëndisë së diellit i kanë vendosur sipas gjykimit të tyre dhe jo me vullnetin e Perëndisë? Kjo është arsyeja pse Jezusi na mëson se vetëm ata që ndjekin vullnetin e Zotit mund të hyjnë në mbretërinë e qiellit. Ai thotë se kjo është e vetmja mënyrë për të hyrë në qiell. Le të vazhdojmë me vargun 22. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'u sqaroj atyre, unë s'ju kam njohur kurrë, largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë paudhësi. Çfarë praktikojnë ata që bëjnë të keqen? Ata praktikojnë paudhësi. Të praktikosh paudhësi do të thotë të mos e zbatosh ligjin. Ligjin e kujt nuk e mbajnë? Ata nuk e mbajnë ligjin e Perëndisë, që do të thotë urdhërimet e Perëndisë. Prandaj Jezusi tha: Largohuni nga unë, ju të gjithë që keni bërë paudhësi. A do të jetë ndonjëherë në gjendje ky grup njerëzish të hyjë në qiell apo jo? Jo, nuk do ta bëjnë, meqense praktikojnë paudhësi, që do të thotë se nuk i zbatojnë urdhërimet e Perëndisë, apo jo? Sot, ka shumë studiues të Biblës dhe teologë në të gjithë botën. Atëherë, përse nuk e din të vërtetën? Bibla tashmë e përmend këtë çështje. Ata që u mësojnë rregullat e njerëzve nuk mund t'i kenë sytë hapur ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Meqense nuk i din urdhërimet e Perëndisë, ata nuk mund ta njohin as vetë Zotin që na ka mësuar urdhërimet e tij. Le të kthehemi te Isaia, kapitulli 29. Në Isaia, kapitulli 29, vargu 9, thuhet: Ndaluni dhe habituni. Diçka e mahnitshme duhet të ndodhë, meqense Perëndia përdor shprehjen ndaluni dhe habituni. Braktisjuni qejfeve dhe pastaj shikoni rreth e rrotull të trembur. Këta janë të dehur, por jo nga vera, u merren këmbët, por jo për pasojë të pijeve dese. Në fakt, Zoti ka shpërndarë mbi ju një frym topitjeje, ka mbyllur sytë tuaja, profetët, ka mbuluar me vel krerët tuaj, shikuesit. Çdo vegim profetik. I gjithë ky vizion, domethënë, e gjithë kjo Bibël, është bërë për ju si fjalët e një libri të vulosur që i jepet dikujt që di të lexojë, duke i thënë: Të lutem, lexoje këtë, por ai përgjigjet: Nuk mundem, sepse është i vulosur. Ata do të përgjigjen kështu. Thjesht thënë, ata do të thonë se nuk e din. Bibla thot, ai do të përgjigjet, nuk e di. Le të vazhdojmë me vargun 12.
Ose si një libër që i jepet dikujt që nuk di të lexoj, duke i thënë, të lutem, lexoje këtë, por ai përgjigjet, nuk di të lexoj. Pse përgjigjen kështu? Arsyen për këtë mund ta shohim te vargu 13. Lexohet. Prandaj Zoti thot, meqense ky popull më afrohet mua vetëm me gojen dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit. Le të zbulojmë te vargu 14 se çfarë do të ndodhë shpirtërisht atyre, adhurimi i të cilëve përbëhet vetëm nga rregulla të mësuara nga njerëzit. Prandaj, ja, unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes të këtij populli. Diçka e habitshme, që do të thotë se është e vështirë për t'u kuptuar dhe logjikisht e pashpjegueshme, do të ndodhë. Le ta lexojmë edhe një herë vargun 14. Aty thuhet: Prandaj, ja, unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes të këtij populli, po, mrekulli dhe çudi, dituria e njerëzve të tij të urtë do të shuhet dhe zgjuarësia e të mençurve të tij do të zhduket. Të gjitha rrugët e shpëtimit, rruga për të njohur Zotin, rruga për të kuptuar vullnetin e Zotit dhe rruga për në mbretërinë e qiellit, do të jenë të padukshme për këtë lloj njerëzish. Kjo është arsyeja pse Zoti profetizoi nëpërmjet profetit se njerëzit do të mbeten të shtangur dhe të mahnitur. Atëherë, a mund të themi se të gjitha kishat që zbatojnë rregullat e njerëzve në vend të urdhërimeve të Zotit po ecin në rrugën e duhur drejt qiellit? Jo, nuk janë. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha, më adhurojnë kot. Me fjalë të tjera, Zoti na e bën të ditur këtë çështje shumë fuqishëm nëpërmjet profecisë se përpjekjet e tyre do të jenë të kota. Duke shpresuar se keni marrë shumë hir nëpërmjet këtyre fjalëve, do të doja ta përfundoja predikimin e sotëm. Faleminderit shumë.